pjesë të qytetarëve të cilët nuk e mendojnë mirë se si duhet me u zhvillu komuna jonë. Ka nevojë për ndërtime aty ku ka nevojë, nuk do të ketë ndërtime aty ku nuk ka nevojë. Ne kemi shumë QMF në komunën e Prizrenit, të cilat janë të lëna komplet jashtë çdo funksioni edhe në mëshirë të fatit, edhe pse është investu shumë këto 15 vitet e fundit, nuk janë mendu mirë edhe nuk janë investu aty ku duhet edhe qysh duhet. Zakonisht investimet janë bërë në kohën e fushatash, që po bëhen tash, edhe nuk është mendu edhe qëndrueshmëria e këtyre objekteve, edhe nuk është bërë një analizë konkrete se çysh mundin ato me funksionu në afat gjatë. Përsa i përket qerdheve, e kemi dëgju kryetarit tote ku thotë që i ka ndërtu 7 qerdhe, po më keq me e bulizu ndashta këtë pjesë, ai nuk e din që nuk është i vetëdijshëm që në komunë Prizrenit nuk e ka ndërtu komuna asnjë qerdhe, asnjë. E ka trashëguar një prej qeverisë Mitajres Kukës që u shkon e gatshme, e kanë përuru, kurse ndërtimet e reja të qerdheve janë zero. Në konceptin tonë, vizionin tonë, po flas për zonën urbane, janë disa pjesë të cilat kanë me u shëndru në qerdhe në afat prej 6 muajsh, prej marrjes mandatit tonë, është AMF-ja në Ralin, është një objekt i cili i përmbush gjitha kushtet dhe kriteret për me u shëndru në qerdhe, ka qenë ambulant e asaj zone, sot është e lone në mëshirë të fatit. Ka nevojë vetëm për ndërhyrje. Ka nevojë vetëm për renovim ndërhyrje, edhe është e gatshme për me fillu shumë shpejt me u shëndru në qerdhe. I ka gjithsej 7 klasë aty, ka kuzhinën, i ka 2 banja, edhe gjithë hapësirën e nevojshme. Po ashtu në Ortakoll është një objekt i komunës i cili ka qenë i dedikuar për reprezentacion në kohën e ish Jugosllavisë, e tash përdoret vetëm me raste. Ai objekt në qendër të Ortakollit brenda 3 muaje do të shndrohet në qerdhe publike për zonën e Ortakollit. E qartë, për fund, jemi në fund bisedës edhe sporti, kultura, mbështetja për ekipet e qytetit dhe infrastruktura. Atëherë, ne do të mundohemi në maksimum që të japim përkrahje reale për sportin, jo fiktive që e bëjmë sot. Ata që janë përcjellin televizion e dinë që sot ti nuk mundesh me marrë një subvencion në komunë në drejtorinë e kulturës e një sportit pa i nda paret përgjys me dosta. Në qeverisën time betohem edhe zëtohem që nuk do të ketë kësi raste, absolut hiç. Në të beta bërgjë edhe të punësimi, kur sistemin për me enal korupcionin se në komunën e Prizrenit, sot vendet e punës shiten 5, 10 dhe 15.000 euro, varësisht prej. Kjo është sekret publik. Unë kam dhonë edhe një deklarat në prokurorinë e Prizrenit edhe e falenderoj shumë krye prokurorin e Prizrenit, i cili ka marrë masat të menjëhershme, edhe për konkursin fjalë, i cili ishte rihap tash para 2 dite, i njëjti konkurs, edhe pse është kohë fushate, edhe pse është ndoshta, edhe nëse s'është e lejueshme, është jo etike. Me intervenimin e prokurorisë në Prizren është anuluar konkurs dhe